Zonja dhe zotrinj, jemi në Çorovod, në Skrapar, në sheshin e Çorovodës. Një qytet që nuk kisha ardha asnjëherë, turp të më vij s'kisha ardha asnjëherë, po erdha, se thash ku nuk kam vajtur, këtu s'kam vajtur, thash. Këtu keni heroin e popullit Riza Cerovën, është një fshat këtu që quhet Cerov, andaj duhet jetë ky tipi edhe ky vendi vazhdon dhe mrapa andej, ky gjelbërimi i tëri ka një park shumë të madh, më të madh domethënë po ta kishin mes Tiranës do mbushe me njerëz këtu. Nuk e ka Tirana, e kanë këtu sidoqoftë janë në mes të pyjeve, pra atje ke një kodër, atje ke kodra të tjera në mes të gjelbërimit, edhe këtu futesh, këtë vjen nga Tirana, nga Poliçani, nga Berati, edhe futesh në për qytet. Qyteti është në këtë kodrën këtu, ka ca rrugë, ca kthesa opa deri sipër atje, dhe po të vazhdosh ikën del në përmet. Nuk është shtruar rruga 17 kilometrat e fundit, po është rruga për përmet sidoqoftë. Këtu është shumë ftohtë në krahasim me vendet e tjera që kam qenë për tani. Edhe njerëzit thjesht janë në Terezinë e tyre si një herë një kohë, nuk dëgjova as shamata, as gjëra të tërë thënë përshëndetje, janë të njohur për rakin që bëjnë se raki Skraparit si i thonë, janë të njohur për qetësinë e tyre, për mikpritjen e tyre, edhe për të ndonjërit për qef, siç rrin atje tjeta, siç rrin për qefin e tyre. Kanë spital, xhami, një kinema e cila nuk punon, më thanë se pyeta një dy kalamaj mërëmdarko, thash punon, jo, thas punon asnjëherë. Kanë pedonalen këtej rrugën andej, kjo është pedonalja kryesore këtu, kishte një 3-4 dyqane, markete, gjëra të ndryshme, kishte vend Vodafone, One, gjitha këto gjërat që do njeriu t'i ketë, Osheja, atë të ujit e kishte që nga poshtë i kaq që të gjitha. Kjo është pedonalja kryesore, siç shikoni nga kjo ana këtu. Ecën deri në fund, bën një xhiro edhe kthehesh prapë. Po do ti biesh vërtet qytetit vërtet, duhet të ikësh lart edhe të futesh në shkallët e pallateve që ikin më të lartë. Andaj ktheu nga ana tjetër, ka disa vende shumë të bukura. Me sa duket u pëlqejnë shumë lulet, gjelbërimi edhe muralet që kanë të vizatuara, si për shembull ajo për te. Pazarin në këtë anë të Shqipërisë e bëjnë burrat.